Një marrëveshje me Iranin mund të arrihet që këtë të hënë, por nëse nuk do të ketë ujdi, do ta zgjidhim në mënyrë tjetër, është deklarata e sekretarit të shtetit Marco Rubio, i cili nga njëra anë sinjalizon dakordsi të shpejtë e nga ana tjetër kërcënon me rifillim të luftës nëse Irani do të bëjë rezistencë ndaj kërkesave të SBA-s. Sipas Rubios, negociatorët amerikan dhe iranian kanë diçka të fortë në tryez dhe puna po vijon. Sekretari i shtetit poi gjithashtu se pavarësisht marrëveshjes që mund të arrihet mes Washingtonit dhe Teheranit, Izraeli do të ketë gjithmonë të drejtën të mbrohet. Ende jemi në proces. Siç thash, mendonim se mund të kishim ndonjë lajm mbrëm, ndoshta sot. Siç tha dhe presidenti, ai nuk më nxiton, nuk dëshiron të bëjë një marrëveshje të keqe. Do të japim diplomacisë çdo mundësi për të pasur sukses, para se të shqyrtojmë alternativat. Edhe jam shumë i bindur, besoj të gjithë duhet jemi të bindur. Ose do të kemi një marrëveshje të mirë, ose duhet ta zgjidhim ndryshe këtë çështje. Deklarata e Rubios gjatë një vizite në Indi erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se kishte udhëzuar negociatorët të mos nxitonin drejt marrëveshjes, pak pasi kishte sugjeruar se një ujdi ishte afërt. Siç thuhet, marrëveshja do të parashikonte një zgjatje 60 ditore të armëpushimit, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe një plan për negociatat e mëtejshme për programin bërthamor. Mediat amerikane raportojnë se sipas informacioneve të inteligjencës, lideri suprem i Iranit Mojtaba Khamenei, i cili ka mbetur i plagosur që në ditën e parë të luftës, është fshehur në një zonë të izoluar, çka po e bën të vështirë komunikimin e tij me të dërguarit iranian. Kjo po çon në shtyrje të negociatave të paqes. Çmimi i naftës randjeshëm dhe bursat aziatike shënuan rritje të hënën me shpresën e një ujdie. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Esmail Bagei tha në fundjavë se dy palët ishin shumë pranë dhe njëkohësisht shumë larg arritjes së një dakordsie.